kur ka tyrbe dervish vetar me shumë me famë të kombit. Edhe do të Gjergjin mi thonë vllazën aty në atje, Serboslavëve. A di çka ne kanë bërë slavët neve? Gjoja ma e poshtër që të ka poshtruar dhunimi, vrasja e fëmijëve. Edhe komandantët kyç kanë qenë ata popat, ata mjekërzit, ata i kanë pagzu për më na i bon neve 100.000 zeza. Edhe kam shumë njëri shumë të sakt që popi i zi i cili në Gjakov ka shërby në atë kishën, ku sot Gjakovar nuk i lojnë, ka dhonë ordër që në me vllazët e tanë të besimit krishterë shqiptar, bashkë me ta konë edhe dervish shpendi, ne dervish shqiptar shumë i fort që i kanë masakru, i kanë vra në mënyrën ma barbare. Para mendo ti ka shku me ten krejt familjen. E ka shkelen. Edhe sot më që më shku këjt me ata. Pa ka tyrbe shqiptara? Gratë kemi tyrbe shqiptara. Po të tyrbe Sultan Muratit për burë. Naimit e ditë, Naimit. Po. Të tyrbe Sultan Doda që i ka thonë, kur i ka thonë vllaç, to se dijen. Digjom, unë e kom digjoni vetëm pak. Këto gjona, nëse ne i shohëm të këtij religioni, Manuel, do t'i shohëm këtij religioni. Jo, do të me pas fakte kur thu shet dikun që i ka thonë vlla, do të me pas një fakt, një argument nëse i ka thonë vlla dikun. Unë deri sot si gazetar që 26 vjet unë gazetar. Manuel, nashim braçama. Kur? Nashim braçama, kur jenë taku me priftat ortodoks, slav. Këto ti pajtovë, në rregull, okej. Se kish dal media në sipërfaqe deri sot. Kemi me gjithë unë me gjatë tyja. Nëse Naim të rova, këta jënë kyqi, këta dy jënë kyqi, këta dy jënë kyqi. Nuk besoj që nuk ish dal media me shku aj në Beograd me thonë nashën bratë dhe nuk ka ndodhë kjo hiç. Unë po ta garantoj, edhe para publikisht për garantoj që kjo s'ka ndodhë. Okej, në rregull. Ama një fakt që ka qenë edhe kas. Manuel, këtu të na, nuk mundi me fol pa fakte, me thonë nashën brata ka thonë aj, ose Naimi ka thonë kështu, ose do da, kur të flasëm për personalitetet, cili do të me pas fakteshe, do të me folë. Cila ka qenë vizita, cilin vit ka qenë, edhe kur ka thonë. Maraj, moment, digjom. Se unë këto vizita dhe këto takimit këtyne njerëzve, për mua s'pak të qojnë pesë. Se lidh kishën katolike me kishën ortodokse në Beograd, absolut kur qojnë. Nëse ka ndodhë, Manuel, a është e rëndë? Qysh? Nëse ka ndodhë? Jo, nëse ka ndodhë, edhe ky ka thonë nashën brata, normal që është e rëndë, po s'ka ndodhë hiç. Se amenën ti se kështë marrë vesh si gazetare unë e deri Unë e kom po një video diçka, po nuk jam i sigur çka ka qenë. Qatë video kom po atë une? Qa ka pas në atë video? Qatë video kom po atë une? Jem konë shumë i dëshpërum. Unë jem takue me dot, unë jem takue me i peshkrit. Jem takue. Është e iftirë më lakë. Jam takue. Po, një video qarkullon që i ka qenë me priftat popat sët. Po. Qarkullon një video. Po se kumë vëndu, kurse Molla Naimi... Bazohem në atë, vjen shumë pjesë manë. Këta është konferenca ndërfetare. Vetëm pak do një mi di do gjona ma detaj. Jënë konferenca ndërfetare, ku caktuar në vende të caktuar me komorin me pastor, me prifta, vërtet, nëse i ka thonë që të fjallë, apë sa shëtuat? Po nëse? Po si ka thonë bre burë, apo do më të kalëzu drejtë, si ka thonë? Dijoni vetëm pak. As nuk e keni kur, se keni me veshte tuti tu i thonë e ashtu. Se une një se është njeri komtar edhe nuk i ka thonë do të Gjergji kur në shën brata, harroj atë punë. Absolut, ta garantoj. Nëse e gjanti unë të jam bëqë për jetë, që ajë dikun i ka thonë. Oke, në biu me të ka. Po, timi shka me ndoni jo? Unë personalisht jam kundër... A i ke po ti të i thonë qështu ju? Jo, nuk i kumë po. Nuk e kumë po... Për shka thonë qarkullon një video? Video të qarkullojnë, ta shkollë edhe... O, qarkullon, digjoni, vetëm pak. Përsema vetëm pak, Shebedria, më lejo vetëm pak. Qarkullon video që të pajtona plotësisht me Shebedrien, kemi tyrbe bektashive që do të me vizitu e jo tyrbën e Sultan Murati. Sultan Murati ka qenë një pushtues në Kosovë,
edhe ai që e qunë çlirus, ai automatikisht është i kombit Sultan Mahmutit që tha mos, unë jam i kombit Skënderbejut. Kjo është e ndarja. Po ne mund të jetojmë se jemi qytetarë barabartë. Për shembull në Maqedoni, ka edhe grupe tjera etnike. Këtu në Kosovë janë përzi pak. Për shembull, para disa ditëve e botova në një shkupjan të çarshisë së Shkupit, i cili thotë se në Shkup nuk ka pas shqiptar më herët. Kanë qenë vetëm Osmanli, turq, edhe të krishterë. Shqiptar thotë kanë ardhur vonë. Edhe u fut dikush ta, unë e njoh këtë person, kjo 100% shqiptar. More njeri, ki po thot vet jam turk. A din se kanë janë, ki po thot vet jam turk, po të shoh në mund Turkijës, po të shoh në mund sultanit, ti do me bësh shqiptar me zor. Atëre, ti që do me bësh shqiptar me zor, me konsideru shqiptar me zor, atër problemi është me ty, se ti po tregoni farloj imponimi. Muaj më në edhe më thot, jam italian, në i tham jo si italian je shqiptar. Për momentin që më thot jam shqiptar, i kombi Gjergj Kastriotit, jemi vlezë, feja shqiptarit të shqiptaria. Shqiptar, dëgjoni mirë, shqiptari, feja ka shqiptarin. Fjala feje nuk ka të bëjë me besimin, a? Nuk ka të bëjë me, do me thonë, me besimet religjioze, fjala feje s'ka të bëjë kur gjë. Është e Shqipës, nuk është ase Biblës, ase po thënë këtë ChatGPT-ja e kom vetë. Fjala feje thotë s'ka të bëjë me besimet e religionit. Besimet e religion janë besimet doktrinore, janë religionet, grupet religiose, ne respektojmë ata. Ekziston besimi islam, ekziston besimi katolik, besimi ortodoks. Prandaj lëvizja bota. A ekziston, po në Koran thosh përmendet më. Në Koran, jo, kurkun nuk i frazë besimi islam. Kurkun s'ki Koran edhe dinul islami. S'ki kurkun Allah. Kurkun s'ki emër Allah në Koran. Si është e mundshme hoxha tash e din që unë jam shumë i fort në Koran edhe në teknologji edhe ta nxjerrit ti me germa. Shi sa bukur, edhe ke që nuk është i besimit të Koranit, se te beson djatën e reja, po. Nëse beson. Falë që po të pesë. Po. Se kur nuk shumë Koran, një njeri që ban zina, kur vri bashkërtore, me myt me gur. Koran nuk e ki, po është për traditës hebreje. Emanuel, e çka me pos një që se imami shqiptarëve të mirë, se Hoxha ta kish mush manën, më kthy kanë. Jo, në shumë kam njerëz shqiptarë. Po në ta vetë Emanuel. O pasuri kombëtare me pasën njerëz tillë cilët i grojnë kauzës kombëtare. Do të kiti për Emanuelin. Po mo, a ishte ka una jona jo. Po çka të kontribojnë më kthy kanë aty na me neonje, na kena. Na të dy të jenë ka për ato konte Shqiponjës. Këto tjerat janë dytësore. Do të thot gjëja kryesore, do të thot primare